Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në edicionin tonë të ri. Së bashku me disa donatorë të tjerë ndërkombëtar, Bashkimi Evropian ka mbështetur projektin e udhëtimeve me tren në Dugagjin për t'u njohur me trashëgimin e pasur kulturore dhe historike të këtij rajoni. Treni kjo është hera e dytë që organizojmë. Dhe njëkohësisht është mirë për fëmijët e mi, të cilët janë rritë në Angli, të mësojnë për kulturën të Kosovës. Ishin këto vetëm disa nga theksat e këtij edicioni më gjerësisht në vijim të tij. Buria që sapo e dëgjuat ka shënuar udhëtimin me një tren të pazakon që për 3 vikende me radhë gjatë muajit shtator nisej nga Prishtina për në Pej. Edhe udhëtarët e këtij treni që quhet treni i trashëgimisë nuk ishin të rëndomt. Në mesin e tyre, përveç qytetarëve kurreshtarë të Prishtinës, kishte edhe diplomat, gazetarë dhe gjithë ata që donin të kalonin një ditë të tërë me njohjen me monumente kryesore të trashëgimisë së pasur kulturore dhe historike në Dugagjin. Nermin Kasrati nga organizata jo qeveritare për promovimin e trashëgimisë thotë se kjo organizatë ka qenë organizatore udhëtimit. Treni kjo është hera e dytë që organizojmë. Herën e parë është organizuar nga Këshilli i Evropës, gjithsesi projekti për promovimin e diverzitetit kulturor në vitin 2011. Edhe pse qëllimi kryesor i udhëtimit me tren ishte vizita e objekteve dhe monumenteve të lashta, nuk ka munguar as atmosfera argëtuese gjatë udhëtimit deri në Pej. Ishte ky kantautori kosovar Xhevat Krasniqi, i cili thotë se udhëtimi me trenin e trashëgimisë i ka mundsuar që të njihet me shumë gjëra që deri më tani nuk i kishte vizituar. Mesazhi i këtij udhëtimit është që njerëzit të njohin trashëgiminë kulturore të rrethit të Pejës në këtë rast. Dhe mesazhi do të jetë sigurisht shoqërizimi mes komuniteteve dhe potencialment të shikojmë vetëm përpara të harojmë të kaluara. Dhe Rusia tjetër sa më shumë dashuri. Ku ka dashuri, këto tjera të harohen. Remzi Eduli nga Prishtina ka jetuar për një kohë të gjatë në Angli dhe udhëtimi me trenin e trashëgimisë ishte rasti mirë për të dhe fëmijët e saj të njihen me bukuritë natyrore dhe monumentet historike në Dugagjin. Njëkohësisht, sot është datëlindja e djalit tim të vogël, i bën 10 vjet. Dhe menduam që do të jetë një ide fantastike me festu datëlindjen e tij në këtë tren. Deri tash po kalon shumë bukur, pamjet janë jashtëzakonisht mahmiqme. Dhe njëkohësisht është mirë për fëmijët e mi, të cilët janë rritë në Angli, të mësojnë për kulturën dhe heritage të Kosovës. Udhëtimin me trenin e trashëgimisë dhe vizitën e monumenteve kryesore në Pej, Deçan dhe Unike ka mbështetur Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe Ambasada Britanike në Prishtinë. Ambasadori britanik Ian Cliff thotë se projekti i trenit të trashëgimisë propos argëtimit dhe njohjes me trashëgiminë e madhe historike në Dugagjin përçon edhe mesazhe tjera. I think our aim today is to show Ky tren juni dëshmon se ekziston një trashëgimi e madhe të cilën të gjithë mund ta shijojnë, qofshin ata musliman ortodoks apo katolik. Në një vend e kemi patrikanën e Pejës dhe xhamitë e bukur nga perandoria otomane. Dhe mesazhi të cilin duam ta përçojmë është ai për tolerancën fetare. Disa në Kosovë nuk janë aq shumë tolerantë, ndërsa disa të tjerë janë të zëtuar shumë ndaj kësaj. E ardhmja evropiane e Kosovës, si dhe e ardhmja evropiane e rajonit varet shumë nga kjo tolerancë. Autoritetet vendore janë të ndërgjegjshme për rëndësinë e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të të gjitha komuniteteve dhe religioneve në Kosovë. Zëvendës Ministri i Kulturës Hajdin Abazi thotë se mbrojtja e kësaj trashëgimie bëhet fal asistencës ndërkombëtare. Ne vetë nuk do të kishim mund t'ia dalim mes në këto përmosa në cilat jemi duke ia dalë se urtësisht ndihma dhe kontributi i organizatave të ndryshme ndërkombëtare i miqve tanë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Bashkimi Evropian.
Treni i trashëgimisë është organizuar herën e dytë me radhë fal donacionit të Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe Ambasadës Britanike. Donatorët paralajmërojnë se ky projekt do të vazhdojë si implementuari edhe në vitet në vijim. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Violeta Hyseni dhe Ismet Hajdari. Vazhdoni të jeni me ne edhe javën tjetër. Mirëmbëjtje.